bashkë kemi diskutuar. Që kur Belinda mori akuzën dhe u shpallë pandeu, unë kam thënë Rama nuk do ketë fuqi ta shkarkoj dhe Belinda nuk jep të rreqë. Dhe po, e keni thënë edhe në biseda që ne kemi zhvilluar bashkë. Jeni korrent për këtë. Sa ka dalë nga Spaku, këtë deklarat kam bërë. Ju madje më thatë sa doli nga Spaku vajte Arben Rakipi, po e mbaj mend. Po pikërisht pra për ne po të them që janë disa gjëra, dëgjoj, ka një problem me këtë punë që nëse ti nuk je koherent në gjithë kohën, nëse ti nuk ajo që i them edhe te Partia Demokratike, ju nuk njihni historinë e Partisë Demokratike. Duke mos njohur historinë e Partisë Demokratike, ti bie viktim. Sepse duhet njohësh edhe historinë, se kanë dalë shumë grupe nga Partia Demokratike. Dhe të gjithë grupet ku kanë përfunduar? Kanë përfunduar në parti çka. Pastaj janë shuar. Pra ai që ka bërë mend kandidoj, ju thoni që më përpara duhet zhvilloj një bisedë me Neritan Cekën dhe të tjerët. Jo, s'ka nevojë të bëj bisedë. Ai duhet të bëj një lëvizje tjetër. Për shembull, unë kam thënë, edhe kur doli Saliani, thashë, kush është paneli Salianit? S'ka. Vetëm Saliani. Se nuk kam panel. Nuk kanë njerëz mbrapa. Pra, del një eri dhe pastaj bën atë. Po si partitë e reja, one man show. Po kështu e ka bërë filloi që Ceka, Selami, grupi 52-shës, kështu shkoi, Pollo, Patozi, e ku diun shumë tjerë që kanë dalë nga partia. Dhe Topalli. Duke vazhdu deri tek Bamir Topi. Domethënë, edhe ai që ishte presidenti i Republikës nuk arriti dot të bëj asgjë. A nuk arriti të marrë dhe mandatin Tiranë? Patjetër, nuk arriti pra të bëj asgjë. E kuptoni domethënë se në çfarë niveli politik është Shqipëria, se kjo tregon nivelin politik të Shqipërisë. Tu nuk është problemi te Partia Demokratike. Unë nuk e shoh thjesht ke Partia Demokratike. Partia Demokratike është aset i Shqipërisë. Partia Demokratike nuk është vetëm e antarësisë. Partia Demokratike është e shqiptarëve. Që është aset. Është ngritur me gjake, me munde e parti. Dhe nuk mundet të shkojë në këtë lloj forme. Dhe e njëjta gjë ndodhet te PS-ja. Po, me që u rikthyet te PS-ja, kush nga dy grupet ka shanse të bëhen bashkë aty? Me që ju më rënditet tre. Bashkë është Rama me Belindën, për të vetëm arsye sepse i lidhin bandat, nuk është se nuk kanë lidhje ideologjike. Aty nuk ka lidhje ideologjike. Se po të ishte probleme për luftë ideologjike ishte gjë tjetër, aty duhet vite se vetë plumi pastaj. Nuk kuptoni drejt. Duhet vite Kasrut Islami, duhet. Se edhe aty është Ben Male, çfarë ishin këta. Janë në zhdu këto. Pra ideologjia ka hik atje. Atje tash jemi te ai sistemi globalist. Pra ai sistemi globalist, internacionalist është edhe aty brenda. Dhe këtu tash koha evolon, ecën dhe këta mendojnë se partia merret me TikTok. Partia merret se sa like morë ti te një shkrim. Dhe nuk merret në më thoni Elisa çka ka deklaruar deri më sot. Absolutisht asgjë. Publikisht me zë, nuk është se ka artikuluar, thjesht kemi parë vetëm ato tezat në Facebook. Po me tezat e Fatmir Xhafës, po problemi është që edhe në Facebook çka ka artikuluar, çka ka thënë. Ka thënë që nuk drejtohet partia kështu, unë njërin tjetër, të dihen. Ajo partia është drejtuar që në 41-shit. Nuk është se po drejtohet sot. Se ajo lloj forme është. Përjashtimet në parti kanë notë që në 41-shin, nuk është se janë bërë sot. Aty ka eliminimin mërna partisë. Dhe po ta vesh në thelb, pra ne them, ajo ka ngelur po të ajo parti, sepse ajo godet partin dhe pastaj thot partia ime më shkarkon, partia ime më godet, partia ime më fal, për partin tim unë ja vjen. A do që lloj ideologjie. Pra nuk është se do kemi një fund të saj nga PS. Shikoni po aty ka lidhja ajo, nuk ka lidhja ajo. E kupto? Dëgjoj.
ajo lloj partie, unë thash, kur arriti të eliminoj koka, ishin të mëdhaja për ato parti pamërsisht se për mua janë kundërshtar politike dhe. Por vlerësimi duhet bërë, nuk kam çfarë bëj. Nuk keni ndërmend Blushin. Të gjithë pa përjashtim. Thash të gjithë pa përjashtim. Nuk diskutoj asnjë. Të gjithë pa përjashtim u përjashtuan dhe në momentin që u përjashtuan këta njerëz, nuk kishte reagim të brendshëm. Që të thotë prit më si po e përjashton ti këtë. Si po e heq ti, e mora si shembull Servet Plumi, ideologun e partisë. U hoq spati, asnjë lloj